Pyetje, ma gjen një varg të vetëm në Bibël që thuhet që Jezusi është Zot? Nuk ka, sepse Jezusi është thjesht njeri. Prit para se të thush nuk ka. Ja ti them unë disa nga pasazhet. Titi 2:13 e quan Jezusin Perëndin ton të madh dhe shpëtimtarin ton. Kolosianëve 2:9 thuhet që gjithë plotësia e Perëndis banon në Jezusin. Hebrejt 1:8 thuhet Jezusi është Perëndi dhe do të ketë një mbretëri të përjetshme. Gjoni 10:30 Jezusi shpall barazinë e tij me Perëndin. Gjoni 5:58 Jezusi thot për veten se është unë jam, që është emri i Perëndis në dhjetën e vjetër. Emri i Jezusit Emanuel do të thotë Perëndia me ne, duke e shpallur që Perëndia ka ardhur në formë njerëzore. Isaia 9:6 jep një profeci që një fëmijë do të lindë dhe gjithë do të quhen Perëndi i fuqishëm. Luka 14:9 Jezusi thot, kush më ka parë mua ka parë Atin, duke e shpallur edhe një herë barazinë e tij me Perëndin. 2 Pjetër 1:1 e quan Jezusin Perëndia dhe shpëtimtari ynë. Ligji për 3:6-4 Perëndia thotë që ka vetëm një Perëndi dhe se Zoti është Perëndi i yt. Por pastaj tek Gjoni 13:13 Jezusi e pranon vetë që është Zoti. Po ndalim këtu jo sepse më mungojnë vargje të tjera, por kam nevojë të pi pak ujë sepse po më dhem fyti. Nëse do më shumë vargje, po t'i lë tek përshkrimi më poshtë. Zoti bekof.